Ernest Muçi është dashur të tërpres pak për golin e tij të parë në Superligën turke me fanellën e Trabzonsporit, por goli i tij ka ardhur në një moment delikat kur ekipi i tij po kalon një krizë të vogël në luftën për titullin kampion. Në ndeshjen e sotme në transfert ndaj Istanbul Başakşehir, Trabzonspori shfaqi përsëri vështirësi dhe ishte në ndjekje të vendësve të cilët ishin në avantazh në fund të pjesës së parë dhe pse me 10 lojtarë pas kartonit të kuqtë e Bosele. Trajneri hodhi në fushë Muçin për të rritur forcën sulmuese të ekipit në minutën e 63 dhe ndryshimi ishte i dukshëm. Trabzonspori fillimisht barazoi rezultatin me penallti e më pas ishte vetë Muçi ai i cili la shenjën e tij në këtë duel duke kthyer në rrjet në mënyrë të rrufeshme një pasim nga e majta. Ky gol përmbysi rezultatin përkohësisht në 3-2, teksa ishte i pari për sulmuesin shqiptar në ndeshje zyrtare që nga ai shënuar me Beşiktaşin në Kupën e Turqisë në muajin prill. Shifrat u barazuan sa po filloi shtesa dhe u duk se ndeshja do mbaronte me barazim, por ndryshe mendonte Ernest Muçi, i cili me një gjuhëtje të pakapshme me të majtën në minutën e 101 i dha suksesin 4-3 ekipit të tij.